طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Zadul Maad i Ibn Qayyim al-Jawziyut rahimahullahu ta'ala. Kemi arritur tek kurimi I nervit shiatik. Ky libër është mjekësia e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në dersin e kaluar kemi folur për epilepsinë dhe kemi folur për hijamën, kemi trajtuar. Sonte siç tham, kemi kurimin e nervit shiatik, apo që I thojnë nervi ischiadik apo shiatik, e rëndësishme për kuptani se cili nerv është. Ai nerv fillon nga lumbalja këtu, nga shtylla kurizore, janë vertebrat, unazat, kalon tek sakralet, kalon nga prapanica deri poshtë, domethënë e kap edhe komën. Edhe në dhimbje të mëdha që kanë probleme njerëzit. E Muhamedi alayhis salatu wassalam na ka treguar se çka duhet me përdor për këtë nerv dhe për këtë problem. Transmetohet nga Ibn Majah, që sjell në Sunenin e tij në hadithin e Muhammed ibn Sirinit, I cili përcjell prej Enes ibn Malikut se e ka dëgjuar thot Muhamedin alayhis salatu wassalam, që thot shiatiku shërohet, thot, shikoni, shërohet me dhjamin e pjesës rreth e rrotull bishtit të deleve të bedojnëve. Domethënë, ai dhjam që del prej bishtit të deleve që del, që ato duhet me pi dhe ajo ndikon që mu shëru ky nervi shiatik. Më thonë, kushdo që e ka këtë problem, le ta përdor këtë dhjam dhe me lejnë Allah subhanahu wa taala shërohet. Vazhdon hadithi thot I cili pasi shkrihet, thot ndahet në 3 pjesë. Dhe pastaj pihet esëll 3 ditë rresht, çdo ditë nga një pjesë. Çdo ditë nga një pjesë. Po tash dikush mundet me thonë, a me shku than në arabi tash me marr në atë dhjamin, se po thot beduina apo arabe. Ulemat kanë thonë, ma mira është ajo, por se lejohet edhe delet e tjera. Nuk ka asnjë problem. Domethënë nga bishti, çaj dhjami që del me shkrinjë dhe me pi. Për nervin shiatik. Shiatiku është një smundje që nis nga pjesa legenit. Legeni është pelvisi, legeni, apo nga aty që shtam. Dhe thot kalon nëpër kofsh e ndonjëherë zbret deri poshtë te kërciri I këmbës. Dhimbta shkon deri poshtë. Sa më shumë zgjat smundja, aq më poshtë të zbret dhe aq më të dobta bëhen këmbët dhe kofshët. Më thonë bëhen këmbët e dobta. Po ashtu, thuhet gjithashtu se smundja quhet irq nasa. Pasi ajo I bën njerëzit të harrojnë çdo dhimbje tjetër, subhanallah. I harron këtë domethënë dhimbje tjera se çfarë dhimbje ka kjo smundje. Për shkak të kësaj smundje shkaktohet thot nga thatësia apo nga substancat e trasha e septike, ilaçi më I mirë për to është përdorimi I laksativëve. Çka laksativ vllazni? Laksativ është kur ki probleme për shembull me kapslëk, edhe kur ti përdor çato laksativ, del nevoje. Kjo quhet laksativ. Dhjami I bishtit delës arabe ka 2 veti. Është zbutës thot dhe pjek substancat e këqija. Të dyja këto të nevojshme për kurimin e shiatikut. Pastaj thot, delet e beduinëve kanë disa cilësi të veçanta. Janë thot trup vogla, nxjerrin pak jashtëqitje dhe lëshojnë një kundërmim të lehtë. Nuk e kanë sikur kafshë tjera që kanë aromë të keqe apo kur ta lëshojnë. Ato ushqen me bimë të egra që janë njëkohësisht edhe kurative. Domethënë kurojnë, shërojnë. Si një trumës të butë me pelin. Vetit mjekësore, thot të cilave bën pjesë e mishit, sidomos dhjami I bishit, ndonë se vetit kurative dhe thot bimve I mbartë edhe qumshti I tyre. Normalisht edhe qumshti I tyre ka veti shëruse. Bishti ka 2 cilësi tjera që qumshti nuk I ka. Më thonë, qumshti nuk I ka këto. Ka efekte laksative që të shtin, dhe më thonë, me dal nevojet madhe dhe ndihmon në pjekjen e substancave septike të cilët rrjedhimisht dalin jashtë. Që kjo ishte për nervin ischiatik në pika të shkurtra. Kushdo që ka probleme, le ta merr bishtin, apo edhe le të janë nxjerr çatë dhjamin e bishtit delës, më mirë është arabet, beduinëve, dhe nëse nuk keni mundësi me gjetë, atëherë normalisht e gjeni edhe tek ne që nuk ka asnjë problem. Tani kemi smundjen e kapslëkut.
Ka vllazni, ka njerëz apo që kanë probleme me kapslëk. Bile ka raste për shembull kur përdoren hapat, sidomos antidepresive, për depresione apo për ankthje të ndryshme, ato i kanë efektet anësore që shkaktojnë kapslëk. Edhe është shumë problem, subhanallahu, kapslëku është shumë problem. Por mendo të vjen me dal nevojë, nuk mundesh me qit nevojën. Është shumë problem, se shtrëngohet apo. Edhe Muhamedi alayhis salam na ka transmetuar thënë disa hadithe rreth smundjes së kapslëkut. Imam Tirmidhiu e përcjell në përmbledhjen e vet në hadithet al-Jami, si dhe Imam Ibn Majah, që sjell hadithin e Esma bin Umejsit, që tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pyetur atë, si e trajton ti kapslëkun, i ka thonë, e ka pyet. Ajo përgjigj, përdor bimën e qumshtorës, arab shubrum. Pastaj thot, aja ktheu, ajo është tepër e nxehtë dhe laksativ mjaft i fortë. Që kjo bim shkakton shumë laksativ, shkakton barkëqitje me një aspekt. A e dini tek ne që është i parapër tash kohët e fundit farat e mbretit që thajnë? Me po më hongër atë farën e mbretit. Njëherë, hajtë thash ta havish, ta qyri, të pastruna njëherë. Që bre, subhanallahu, që farë e mbretit, që ka që. Edhe, tha me qitë në qomsht apo në kos, edhe e qita, edhe pesh typi. Pek qyris, për ma mush menen heq. Që kjo ka me bodi shka, a? Që bre, subhanallahu, e vogël. Veç e shtypa pak, cak, u bosi pluon, sen. Hajtë tash ta pi ta pastrin, lloj pastrimi kështu krejta, po kupton, sa e ti pastron këtë zort, me zor, me lukt, me krejt ti pastron. Edhe qita, aty e pita, hajtë, po thëmë kur gjo 5 minuta, 10, veç ka 15 minutë që, kur ja nisi barki pak në rëp, të u përzi. Nisi të u përzi, kur ja nisi mas ja 25 minuta. Më falë një shprejë si qishmën ku talëshën. Si qishmën ku talëshën, i kalzova bashkë një mjekut, tha që më ju tregu edhe pacientave që kanë problema, apo kupton? Habibi e kompinora 2 ditës apo 3, deri të nesrit mëngjes, deri të nesrit ka ora 10 kum pas barkëqitje. U saritova, më këtë më ftyrë, mora infuzion. Pe këshyri vitin pas qyre sari krejt. Qatë shumë, hinsha në WC, dilsha për WC-s, hinsha në WC, hinsha, të në kohën. Ajo të pastron kështu krejta, po ta normalisht, du të më kone edhe ofër mjekut pak aty, sepse ajo ti qetë edhe të mirat edhe të këshijat nëstej. S'ti qetë vetëm të mirat. Po, fara mbretit, nuk ja rekomendoj se cilit. Me pos kujdes, se mundi me pos dikush smundje të zemrës, apo me pos në smundje kronike që të përtoke dhe të ergini, ka thonë. Apo të në kini kujdes. Më do në du të më konë në prezencën e mjekut, kur është prezent mjeku, apo që e din rastin, se qka mundet me përdor. So shumë i fuqishëm. Edhe pas ta i thot, më pas, thot ajo, unë fillova ta përdor vetëm farat e fshikartës. Fshikarta, si kurse e viseve mes detare me gjethet vogla, me lule të verdha, me trajt vileje që lidhin bishtaja të gjata e të fryra. Ndërsa pejgamberi sa tha, nëse do të kishte diçka që do të shëronte vdekjen, ajo do të ishte fshikarta. Pastaj thot, përdorimi i fshikartës. Fshikarta vllazni, në gjuhën shqipe është sena. Çaj sena. Keni ndëgjuar për çaj sena? Çaj sena përdoret e keni në përbarnatore. Për barkëqitje, për me qit, domethënë nevojë. Nëse e merr çaj senën, nëse e merr mjaltin, nëse e merr kumllat e thata, nëse i bën këto i përzin, një luk të mjafton të mesme me përdor në ditë, edhe ti ki me pas, dhe më thonë, ki më shëru prej kapslëkut, inshallah ta'ala. E përdor çdo ditë se kanë probleme, dikush tërkohën kanë probleme me këto, edhe nëse i përdorin me lejen e Allahut, është, dhe më thonë, ndikon që ti me dal nevoje pastaj. Esmaja u pyet, e çka i tha, përdor një fshikartën, sena, sepse ato kurojnë, thot, çdo smundje përveç samit. E pyetën, çka o sami? Tha vdekja. Këreti shnosh përveç vdekjes, tha, që kjo qaj. Në është mirë me përdor. Jo shumë me përdor, sepse mund me shkaktu shumë. Sepse edhe është edhe një problem tjetër, mund me ta irritu zorën e trash pastaj. Kur kish shumë ti barkëqitje, edhe të irritohet pastaj. Qelet varë poshtë, në anuse në rektum. Edhe bëndo. Për atë arsye duhet me mas. Na i kemi trajtu në fillim të librit, që ka raste për shembull një person, 2 persona kanë smundjen e njëjtë.
Ilaçi është i njëjtë për të dy personat. Mirë, po të një person duhet një dozim më konë më i lartë, të një person tjetër dozimi duhet më konë më pak. Orari duhet më konë i veçantë apo specifik, me kallëzu çdo 6 orë, çdo 8 orë, dhe nëse nuk përdoret ky orar dhe ky dozim, njëri shërohet, tjetri nuk shërohet. Po çysh bëj njëjti ilaç? Po, i njëjti ilaç, dikush shërohet, dikush nuk shërohet. A është e vërtetë? Po. Unë kam raste, pacienti, të dy pacientat e kanë sëmundjen e njëjtë, shkoj jap infuzione, i merr 3-4 infuzione, shërohet, ky tjetri i merr 10 dhe nuk shërohet. Po i njëjtë. Ç'a më bëj tash? Caktimi i Zotit. Ose nuk ja ke qellu tamam, doktori nuk ja ka qellu, qoftë në dozim, qoftë në ilaç, edhe kështu me radhë. Ndërsa fshikarta thot është një bimë që rritet në Hijaz, Arabin perëndimore, por lloji më i mirë i saj rritet në Mekke. Fshikarta vepron si laksativ i lehtë. Laksativ i lehtë, nuk është sikur fara mbretit që tham. Kjo është pak më i lehtë. Çaj sena. Thot pa dhënë efekte anësore. Ajo ndihmon gjithashtu kundra smunjeve që vijnë prej vrerit, edhe të verë dhe të vrerit zi, dhe forcon thot zemrën. Keni po vënir ku çet personi, po. Pastaj thot ajo është e dobishme kundër fiksimeve melankolike dhe prerjeve në trup, çliron muskujt, forcon thot flokët. Përveç këtyre ajo shërben për të luftuar edhe morrat. Nëse i pin, i lufton edhe morrat. Dhembjen e kokës, zgjebën, puçrat edhe epilepsin. Shumica thënë, hajtë me se qajo kjo, kërgja, u të më një aspekt. Mirë po ndikon kjo me lena Allah subhanahu wa ta'ala. Aleikum salam, Allah bërkatu. Fshikarta e butë është më mirë të zijet ashtu si që është e plot dhe të pijet si qaj. Se sa të zijet e shtypur apo e bluar, si trecir mund të merë deri në 3 darahim, rreth 10 gram. Imam Razi thoshte, një prej dietarëve të hershëm, fshikarta dhe fomi mjekësor ndihmojnë për të nxjerrë jashtë kalbëzimet dhe lëngjet primare të trupit edhe kundra puçrave. Çaj sena. Thot zgjebës, nëse merren 4 deri në 7 derahim nga secila bimë, që kjo derahim është rreth 10 gram, dhe thot si masë farmaceutike apo. Pastaj thot për sa i përket sunuit, që përmendet në hadithin e besipërt, ka mendime të ndryshme. Çka është tash sunui? Disa kanë thonë që quhet mjalti që rri në një shakull me gjalp, se ka përmendur edhe sunuin në një lloj bime, apo kupton? Që dietarët pastaj kanë komentuar, kanë thonë çka është kjo. Disa kanë thonë që është, do të thotë, mjalt që rri në një shakull me gjalp. Dhe e dini vllaznin që mjalta nuk prishet. Para mendoj që ka thonë Allah subhanahu wa taala çfarë karakteristik, e ka shijen e ëmbël, mirë po mizat nuk shkojnë. Mizat s'shkojnë. Leheti ku dush. Hajde merr ti një sheqer për shembull, e veç pak si del sheqeri prej vendit ti ku e ke. Për njerë mlidhen mizat. A mlidhen mizat? Po. Te mjalti nuk mlidhen. Po është e omël, edhe ajo është e omël. Nuk mlidhen, subhanallah. Thonë, kështu e ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala. Disa doktor përkrajnë mendimin e fundit si më të mundshëm, kështu që sunuit i përket duke përzier pluhur fshikarte senan që shtam me gjallë të tretur dhe mjalt bashkë e kështu me radhë. Tani e kemi udhëzimin e profetit për trajtimin e puçrave edhe të zgjebës. Domethënë kur ka njeriu puçra, çka me përdor. Para 15 shekujve, por na kallëzon Muhamedi alayhis salam për gjitha këto smundjet apo që janë, dhe Ibn Kaimi flet këtu më kon sigur në doktor. Më thon i hin në mënyrë të detajzuar. Në dy sahihet muslimet e Buhariut është hadithi Qatades përcjell nga Anas ibn Maliku se pejgamberi alayhis salam i dha leje Abdurrahman ibn Aufit dhe tha që të vishnin rroba mëndafshi. Sfill. A është rroba mëndafshi sfill? Sfillat e na i thënë. Ata më të moshmit e din sfilla, s'di mëndafshi, dini çka është ajo? Mëndafshi është i ndaluar për mashkujt. Tash do ta trajtojmë që ulemat thënë i jep karakteristikat femnave mashkullit nëse vesh mëndafsh. I jep karakteristika se është si një lloj, s'po di ç'më thon, si e butë është po ç'është e limushme. Dhe ajo është cilësi e femnës mi pas ato. Mu dok ma tërheca, apo ko e dione. E mashkulli nuk i merr ato. Mirë, po për zgjebën këtë rast ka specifik që largohet kjo ndalesë dhe lejohet me marr kur ka personi zhugën ta zot nëse e ka. Nëse e ka zhugën, e përdor që të mëndafshit
se mi përdor tesha tjera e irriton më shumë lëkurën. E kjo nuk e irriton lëkurën. Për atë arsye e ka leju Muhamedi a.s. me përdor mashkullin në raste specifike kur është i smut me zgjebe. Thot rroba mëndafshi për shkak të kukunjeve që u ishin përhapur në lëkur, kukunjeve ato puçrat senet që janë. Sipas në transmetrimi tjetër, thot Abdurrahman ibn Aufi dhe Zubair ibn Awami, thot gjatë një ekspedite ushtarake u ankuan pejgamberit a.s. se ishin mbushur me parazit në trup. Luft. Qysh dihet nuk ka pastërti apo ko e dihen e s'kan ku mu la, edhe u kanë mbush me parazite. Çka me bota, qysh mu shëru? S'kan pas atëre qysh kemi na sot ilaçe. E kremat ndryshëm. Atëre thot, ai lejoi thot me vesh këmisha të mëndafshta. Do të thonë këmisha të mëndafshta. Në këtë hadith janë dy çështje, çështja ligjore dhe çështja mjekësore. Përsa i përket çështjes ligjore, dihet që mëndafshi është i lejuar për femna çështa. Qështam, mirë po i ndaluar për mashkuj, është i ndaluar. Mirë po në rast të smundjes, atëherë kjo ndales hiqet. Kjo ndales hiqet, sepse Muhamedi a.s. e ka lejuar. Shembull është kur është tepër ftoftë dhe nuk ka rroba të tjera për të veshur, përveç se mëndafshit. Është ftoftë, s'ki çka me vesh, atëherë ti raste specifike kur s'ki çka me hongër, ty të lejohet me hongër dhe mishin e derrit. Për me mbjetu, jenë mal, jenë luft, s'ki ashtu s'qim as kur gjo, vetëm për të mbjetuar, jo për të, do më thonë, mungi, e përdor mishin e derit e do krypuna. Ose rastet domosdoshme, për një moment caktuar je duke ngrën diçka, dhe të shkon në organet e frymarrjes, syti qesish kapsol, kështu tetëshe, edhe nuk ki kur gjo për vetë se alkoholin qëto. Whisky. A është i ndalum alkoholi? Po. Mirë po, në kësi raste, ose ki me pi, ose ki me dek. Se të mbyllët, organi frimarës të mbyllët. Një kokër e vogël me të shku të grunit, në organet e frimarës, syti qesish i hapë sytë. Atër në kësi raste lejot me pi alkoholin, qëty për qëty raste të domosdoshmëris dhe këtë quhen daruriata. Apo, ndalesa për mëndafshim është një mas për t'i bërë prit së keqës. Kështu për shembull, vështrimi i grave të huaja është i ndaluar, sepse të tundon për të vepruar haramin, në rregull. Por kur është e nevojshme apo kur ka dobi, a lejohet me kqyr një grua të huaj? S'lejohet. Është ndaluar. A të lejohet me kqyr nëse don më martu? T'lejohet. S'lejohet me pa një gru të huaj, me kqyr. Shikimi i parë ka thonë është i yti. Shikimi i dytë është i shejtanit, ka thonë Muhamedi a.s. Po tash dikush e thotë dhe e komenton, mund me dhe shikimi i parë dhe se a i kësë që shtë që. A va thotë qështu, a mund me thonë. Që ke thonë shikimi i parë. Shikimi i dytë është kështu, si ta mshelish, atërës lejot. Jo, hadithi tjetër e komenton këtë të parën. Thotë, heke shikimin. Heke shikimin. Dhe më thonë, si ta këshyrë për njerë heke shikimin. Qoftë edhe krejtë e zhvishur nësë është. Njëherë që konë syne hek, nuk ki më këtë. Tek Allah subhanahu wa taala. Mirë po rastet specifike, kur del të lejot me këshyrë çka të dush. Sa të mujsh me këshyri bile. Bile dhe mu fshef edhe me këshyr. Kanë shku disa ulema që është e tepërt apo të lejohet me pa dhe krejt, heq pa tesha. është mendim, s'po themi që lejohet. Më thonë, fshef është dikun edhe e këshyrish, në dritora, për shembull ka arru mi mshel perdet edhe me vjedh me shikim. Pse po interesosh për mu martu me ata? Nuk po thom që lejohet zhveshte me këshyra, po themi që ka pre ulemave që thënë lejohet me këshyr. Pastaj, lejohet për shembull nëse shkosh te shtëpia e një çikës, te baba vet, apo lejohet ajo çika me ik shamin edhe me të shërby. Lejohet me ik shamin edhe me të shërby. Unë për veti se kisha praktiku. Thotë pse lejoj ulemat. Tash sa njeri don me makqyr mu çikën më armë me makqyr, unë më thon çikës se ke shamin se lejoj. Me qëtë respektin që kanë thonë, disa e kanë leju, po s'do më thonë që kjo ma bon mu të obligushme, unë e mi a leju, mi thonë heke shamin. Se tash vjen njoni e këqyr si pëlqen, shkan, vjen tjetri, me sa ty ka me dalë, s'mi mi thonë me se cilës, me këqyr qikën teme. Apo këpëtani? Mirë po du me thonë, shëria të kisht lejohet, nuk ka ndales. Nuk ka ndales me shiku, sepse ti me to ki me që jetë vloj jam. Apo ki me që jetë. Për shembull është me një kaba ja. E qysh me ja bo unë me ta? Qysh me martu me ta? E të kalzëm të mu. Ajo për shembull e ka bindjen që një kabi është obligim. Krejt.
Në rregull. E kur del me një mashkull mu taku tash, që prezent është edhe baba vet apo vllai vet, ç'a më bëu tash? Jo valla se ikë unë, jo duhet me hik. S'po du me të këshyr. Unë me ty ku më çujet. Ndoshta s'po m'pëlqen. Ndoshta zoni i saj s'po m'pëlqen. Ka mundësi për shembull fytyra e saj m'pëlqen, është e bukur, në momentin si të flas, zonin si mashkull e ka edhe s'muj me jetu me ta. Edhe i thosh më ballall, po u kry puna. Domethënë janë senet që disa raste ndalesat që janë bën të lejuara. Domethënë sikur rasti konkret. Thot po kështu është ndaluar dhe falja namazit në kohët e papëlqyera, ku e ka bë ndalesën. Kur është ndalesa? Mas ikindis. Kur është ndalesa? Gjatë lindjes diellit. A është ndalesa edhe gjatë zenitit? Mirë, po nëse se ki fal ikindin, edhe 10 minuta ka me thirë e zoni akşamit, atë lejohet, së nërë pi bëj kështu, e për njerë kur këta konspiracionistat, ku ta shojnë qështu që pi bëj, thëjnë Illuminati këtë përban. A i keni vrejt në për asej, që qështu që, veç qështu që i këmë bo në e herë, veç pe që i menën, po thëmë që për njerë ku ta qesin në foto aty, kjo me Illuminati nështë. Të leva budalakina dhe veç mendorina, subhanallah. Kjo është vetë, në më thonë, të shpjegu, të shkojnë durt në herë qështu, vëtan me shpjegu, edhe veç ta bëjnë Illuminati kja. Sotima. Në aspektin mjekësor tash, mëndafshi është një ilaç i përfituar nga bota shtazore, sepse ai prodhohet prej krimbit të mëndafshit. Dhe thot, ai ka shumë dobi, por edhe një pamje mrekullueshme. Nga veçoritë e tij mund të përmendi se ai fuqizon zemrën, sjell gëzim në të dhe lehtëson shumë smundjet të saj. Gjithashtu ai është një kurrues i mirë kundër shtimit në trup të vrerit të zi e kështu me radhë. Mëndafshi i papërpunuar, i cili përdoret mjekësi, është me nxehtësi dhe thatësi të shkallës së parë. Kur përdoret si veshje, ai është i butë dhe të ngrohtë trupin. Ndonjëherë ai taftoft trupin. Varësisht nga koha, domethënë, nëse e përdor gjatë verës, të shkakton flat. Nëse e përdor gjatë dimnit, të shkakton nxet. Kështu është përpunu, është mëndafshi. Razi ju thot, mëndafshi është më i ngrohtë se liri, më i ftoftë se pamuku dhe zhvillon mishin. Çdo rrobe ashpër dobëson trupin dhe acaron lëkurën. Por se kjo është për femna dhe çështam për domethënë për personat që kanë smundje. Apo ka 3 lloje rrobash thot. Rroba që sjellin ngrohtësi dhe që e nxehin trupin. Rroba që sjellin ngrohtësi por që nuk e nxehin trupin. Dhe thot rroba që nuk sjell as ngrohtësi as nxehtësi. Më thonë, jënë të kategorizuar. Nuk ka asnjë lloj rrobe që të nxeh, por që nuk të jep ngrohtësi në trup. Për shembull, rrobat prej leshi ngrejnë temperaturën e trupit dhe ngrojnë lëkurën, ai normale është. Ka ana tjetër veshjet prej mëndafshi, liri dhe pambuku i sjellin ngrohtësi vetëm lëkurës. Më thonë, vetëm lëkurës. Mëndafshi, duke qenë se nuk është i ashpër dhe as i thatë, është mjaft efikas në trajtimin e puçrave të lëkurës. Sepse është i lehtë, nuk është i vrashtë. Për shembull, nëse përdor këmisha tjera, apo këtë është i vrashtë për lëkurën, për puçrat. E ajo është diçysh si e lehtë apo si e rshitshme është me një aspekt për lëkurën. Pejgamberi sa mu dha leje Abdurrahman ibn Aufit, siç thamë dhe Zubair ibn Awamit, që të mbanin këmisha të mëndafsha, ndërsa veshjet që as nuk ngrohen edhe as nuk rrisin nxehtësinë e trupit janë ato të hekurit, plumbit, drurit e të tjera që janë nëpër lufta që i vendosin, domethënë ato si lloj mburoje apo që janë. Bukur. Dikush mund të pyet, nëse mëndafshi është nga materialet më të mira që është bërë për rroba, pse atëherë për meshkujt nuk lejohet? Ku ndalesa, çka ka? Po është e mirë atë. Këtë mirat me kallëzove ti. Për punën e mëndafshit. Pse atëherë për meshkujt nuk qenë ka e lejuar, ndërsa për femnat është e lejuar? Femna vllazni natyrën e saj është që është krijesë e bukur. Apo kupton? A keni vret për shembull kret këtë Golden, kjo bre Red Bullin për shembull, që i reklamojnë. Se si marrin mashkujt me reklamu. Shkeni gjenë femnat më të bukura, edhe e kanë një kerr aty edhe sillen nëpër prizane nëpër qytet. Femnat domethënë i reklamojnë, jo mashkujt. Sepse femna është krijesë e bukur. Për atë arsye, edhe këto ndikojnë që tek mashkulli
me pas epshin kundrejt femnes, apo. Dhe thot, disa thonë se mëndofshin në zanafil është krijuar për gratë, sikur se floriri, që përdoret për zbukurimin e tyre. Kështu që për burrat është bërë ndaluar që të mbyll rrugën e përngjasimit. Rrugën e përngjasimit. Mos m'ju përngjo grave, dhe pejgamberi sa çka ka thonë, thot, i ka mallku gratë që ju përngjasin burrave dhe burrat që ju përngjasin grave. Tash s'po dihet, edhe burrat edhe gratë nisaj po vishën. Livajt që janë përpara, farmerkat i kanë nisaj. Edhe burrat, edhe moshkrit, edhe gratë këtë nisaj i kanë. S'ka. Më thonë, gratë e kanë fistanin, gratë e kanë hijabin, gratë e kanë gjilbabin, edhe din që janë gratë, subhanallah. E mashkulli i ka veshje tjera, po. Disa të tjerë thonë se është bërë ndaluar për shkak të mendjemadhësisë dhe arrogancës që kultivon tek ata burra që e veshin dhe e përdorin atë. Të tjerët thonë se është bërë ndaluar tek ata që e veshin, ai kultivon cilësi të femnave. Kultivon cilësi të femnave. Dhe më thonë, e bën sikur femën mundi. Kur ta shet, dhe më thonë që është shumë e limushme, apo kupton? Pastaj thot, dhe me të vërtet në shumicën e rasteve ata burra që e veshin dhe përdorin vazhdimisht mëndofshin, thot marrin një nuancë femrore në sjelljen dhe zakonet e tyre. Veshe një veshje që është femnore, ka dole ki budok si femën. Vesh fistan, hajt. Sikur femna që është vesin, po flasin. Kime ndjenin. A dini, thëshën në kone perandorisë osmane, mashkujve ju kanë dhonë, apo oficirve, aty në pashallarve, sultanve, edhe aty me komandanteve ju kanë dhonë mish të gelit, mish të knusit ju kanë dhonë me hongër, ma shumë. Nuk ju kanë dhonë pula. Sepse mish i gelit ka hormone të mashkujve. Kuptan. Edhe ma shumë, që ato hormone që tajon, të hongër mashkulli hormonet e meshkujve të kafshës, u bo ma maskulinist. Apo kuptan. Dërsa e kundërta është të netash, krejt të hongër pule e mbo si femna. Apo kuptan. Edhe Imam Suyuti u ka thonë, thot zdi 30 apo 40 dit, nëse një person është homoseksual, duhet me hongër 30-40 dit mish të gelit. Me hongër mish të gelit shkaku i homoseksualizmit, dhe nëse ti han mish të gelit, i merë hormonet e mashkujve ekstra. A i ki po këta për shembull që bon geje, e që bon lesbike që bëjnë, shkojnë marrin hormone, apo? E njëjta gjë është edhe me këta. Merë hormone mashkullore, që i ka prej kafshës, edhe ndikon pastaj në maskulinizëm, edhe ti fuqizosh mashka dhe ki një lloj burrillëku, apo tan. Ta shumica, a ki po fëmijët, ishe sikur si femna janë bo. Fëmija, dhe më thonë, nuk ka ma dalimin mes mashke dhe femna, shkaku i ushqimit që po hahët. Pastaj thot, lidhur me këtë temë në një hadith të sjell nga Nesaiu Ebu Musa al-Ashari, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se pejgamberi sa ka thënë, vërtet Allahu e bëri të lejuar për femrat e ummetit tim, thot mëndafshin dhe floririn, dukatin do më thonë, por i bëri haram për meshkujt. Veshjet e mëndafshit dhe të floririt janë haram për meshkujt e ummetit tim, por janë të lejuara për femnat. Femna ka karakteristik, është karakter, është cilësi e tyre, mu zbukuru me dalë me kësyn mesin e grave. Burri e ka burr është. Nuk del më bo sigur femën ati, subhanallah. Del tamam si burr, edhe mbonat qëndrimin e vetë, kur është lufta, shkon luftan, edhe dihet që është burr. E femna e ka një cilësi tjetër, është më e ndihshme, apo në çdo aspekt. Dhe për atë arsye edhe pejgamberi sa ka ndalu që kryetar shteti, khalife i muslimanëve mos më konë femën, po më konë mashkull. Se ndjenjat e femnave janë më ndryshe janë. Ndjenjat e femnave janë më ndryshe. Mashkulli është më i qëndrueshëm në të sene. Femna për njëherë, dhe më thonë, ndjenjat i ka më të buta dhe për njëherë rrëzohet për ndjenjave, për emocioneve. Edhe nuk mundet me kry një akcion, për shembull femna, krahasim me mashkullin. Ka femna tash, disa, mund është mi pa disa të cilët janë sigur meshkuj, po flasim në aspektin e përgjithshëm deri tek pleuriti apo pleuiti. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.